Një automjet tip furgon është konstatuar i braktisur prej 2 ditësh në zonën e lagjes 28 nëntori në Vlorë, duke ngritur dyshime dhe duke vënë në lëvizje shërbimet e policisë së shtetit. Sipas të dhënave paraprake, automjeti është lënë në zonë pa një person që të identifikohet si pronar apo përdorues i tij. Përmes verifikimeve të kryera deri tani, nuk ka rezultuar se kujt i përket mjeti. Ndaj policia ka vendosur që ta shoqërojë në ambientet e komisariatit për një kontroll më të detajuar. Mjeti do t'i nënshtrohet verifikimeve të plota nga strukturat përkatëse me qëllim identifikimin e pronarit, kontrollin e dokumentacionit dhe përcaktimin e arsyeve se përse është braktisur në këtë zonë. Mësohet se gjatë kontrolleve paraprake kanë qenë të pranishme edhe dyshimet për mundësinë e pranisë së lëndëve eksplozive në automjet. Megjithatë, deri në këto momente nuk është konstatuar prania e ndonjë lënde të tillë. Për shkak të natyrës së dyshimeve, autoritetet do të vijojnë me një kontroll të specializuar në komisariat për të përjashtuar çdo rrezik të mundshëm. Ndërkohë, mësohet se në të njëjtën zonë strukturat e policisë kanë ushtruar kontrolle edhe në disa banesa në kuadër të verifikimeve që po kryen. Policia pritet të dalë me një informacion zyrtar në lidhje me ngjarjen, ndërsa kontrollet dhe verifikimet vijojnë për të sqaruar plotësisht rrethanat e automjetit të braktisur dhe nëse ai ka lidhje me ndonjë ngjarje apo aktivitet të paligjshëm.